Emrim jeshte Marku gjata de gjam, 26 të vgjes, që ke punuar si punëtor ndërtimi në Tirane, shkiperi per afersisht një vit tani. Sa po kalova me sukses periud hentimet e proves në një nga kompanite me te medha të ndërtimit në kytet. Ndërtimet kodra e larte. Nuk eshte një punë vesanerisht vezulluese apo prestigjioze, por eshte e kendrueshme dhe e besueshme. Këdo mëngjes ngrihem me zor nga shtrati në orën pese, ligj një fete buke me pak gjate, në aneksin tim të vogel dhe lid kepuqet, e vrapit per varapin di kilometra deri në kantior. Agjri eshte i fresket në atë ore të hershme, vesanerisht në stinene vjeshtes me malet e dajshtit ke shfaken në distanse si rogje të heshtura keve zgoj në kytetin. Gjetoj në një garsoniere të ngushte në periferi të kytetit, me letër murit të zhveshur, një rubinet ke pikon vazhdimisht dhe një krivat ke parishim ka pare dite me të mira, por eshte imi. Dhe pasi kam më bigjetuar me punet e rastësishme ke kuru largova nga shtepia në moshën 20 vjeç, gjondihet si një fitore e vertete. Gjeta ime ishte mgjaft e thjeshte në përgjithesi. Gjamaj lojë gjali ke mban koken poshte, ben një shaka me ekipin per të lehtesuar atmosfere dhe mbil diten, as një drame e panevojshme, as një plan madheshtor. Kam një grup të forte shokesh në pune, të gjithë gjem në të 20-at dhe të 30-at, të mbuluar me pluhur dhe gjerse nga mesdita. Pi me birra pas turnit, ndon gje here flasim per futbol ose per veglat e fundit elektrike në treg. Por romanka ati hin në skene era. A gjoj eshte në 24 vizhes, punon si arketare në supermarketin poshte palati tim. E takova gjashte e muaj me pare kur ndalova per një snack të vone pas një dite të gjate dhe raskapitese. A gjoj ishte pas banakut, flokete saq biondet e lidurbisht. Veshurate gjelekën blu standard, embingje bluzet e zbetet e nje grupi muzikor. Me buzekeshi ndërsa skanon të patatinat dhe pijëntime energjike, dhe diçka të e keshura e saqkurun e nga të rova kusurin me kapi mengjëhere. Era eshte e kundertaj se komplikuares, a gjoka këte energjit e gjale, gjithmone duke kenduar nje kenge pop në frime, me kuka të shperndara ne per hunde dhe nje menurete anuarit të kokes kur mendon per diçka, ma redheni a gjone filojnë nga dale dhe lehte. Një kafe ke tu, një shetit që ne park atje, tani ka kaluar gjisme vitime gjera të embla dhe të tjeshta, i dergoj me mesaje që do mëngjes, a gjo duke derguar me per klientet, i saq të qmendur, une duke u ankuar per shefin. Fungjavave tako hemi per takimet e lira, duke ndare patate të skukura në ndonjë kioske, duke pare komedit e vjetra në laptopin tim, ose tesh duke këndruar në balkonin tim duke folur per askgjeteve sante, a gjo eshte personi i pare kë me ka berete, ndihem se ndoshta vendosha nuk eshte ake frikshme në fund të fundit. Por une nuk qëm shume i zoti me telefonat dhe teknologjine. Nga të rogj aplikacionet vazhdimisht, i perzia i kontaktet regullisht dhe gjysmejn e kohes dergoj mesazhe grupit të njerëzit e gabuar. I shten gje shaka, i vazhdueshme me gjëmten e puna. Shefja ime, Katerina Hoksha, eshte e kunderta e eres në çdo aspekt. Ajo eshte 39 vjeç, me naksergja e projektit që e ka kene me kompanine per me shume se nje dekade. Tek gjite e njojnë reputacionin e saj. Floke të shkërterte, erret me figje delikat, gjithmone e veshur me blazre dhe pantalonate regulta. Si taj saq të fokusuar si ku po logarit që do levizje 3 hapa per para. A gjo eshte e forte, por i drejte. A i loj u deheke si ke nuk duron budalenjte. Kam folur me të vetem disa here në takime ku a gjo para këta fatet dhe pritshmërit e pa asnje, figjalit e pa nevojshme. Askush nuk flet me të gjashte orarit të punes. A gjo ka këte ore këtë heret vetem profesioniste. Tashe teme tone se a gjo eshte bekare, ndoshta e divorkuar, por askush nuk gukson ta pjese drejt per drejt. A gjo eshte e gjita per punen efikase pa palavra, të të merresisht frikesuese per njët të risi une. Ate pas ditit të premte ishte vape e të mërshme. Djeli binte mbi kantierin e punës, sikur ta kishte gjej në personal, duke e këtjer per zjergjen e betonit në një remu gjeng gjitesi.
Kishim hedhur të mlekgjit e diten, krahet me dimblin nga tërhekgja e hekurit të armatures dhe kemisha me ishte lagur plotisisht me gjerse. Isha mbeshtetur pas një grumbulli, paletash gjatë një pushimi të shpeshtë, me telefon e dora duke shkruar një mesazh per eren. Kisha menduar per tek gjitë gjaven, si buzekesh gjaj sa gjëndrison të domen, si mezi prisgja të vind të fungjava. Keshtu shkrova, son të dua vetem të te perkafoj, të të shote buzekeshesh, dhe nese jam me fat, të te puth gjithhen aten. Ishte patjetër i imbel, por keshtu gjemine, të rinjë dhe romantike. Pikerisht kur shtipa dergo, një nga ustalaret tirri nga kantieri. Gjata, sil ate raportin e progresit tani, po e mbelim punen, zemra me kërqiu, e kisha raportin gati në aplikacionin e shenimeve, keshtu ke i kopqova në biseden e grupit per ekipin. Për nisin kësitimin tim, me gishtet e gjersitur, ekranin kesh kelkente në djel, nuk i kontrolova me kushdes marresin. Shtipa dergo dhe futa telefonin per seri në eksep, duke fshire ballin me mengje. Disa sekonda me vone, e niksora per te kontroluar nese e rëkishte këtjer per gjigje. Atëhere me godit i sinje mur me tulla. Mesazhi ai romantiku kishte shkuar në biseden e gabuar, jo në grupin e ekipit, jo te numri i eres, drejt për drejt te telefoni personali Katerina Hokses, te cilin e kisha ruajtur per emergenca pas javes si me te pare. Stomaku me rakek. Jo, murmurova, duke unë gateruar per te hapur aplikacionin. Ati ishte, duke me pare akuzueshem, derguar. Kërkova me fyrish me opcionin anullo dergimin, kishtat me reshkisnin në ekran. Wi-Fi në kantier ishte i dobet. Zonat e ndertimit nuk janë pikerisht, pikate në ksehta dhe ikona e vogel rotulluese sille pa fundesisht. Anullimi i dergimit ju lutim prisni. Gjersa me rrithte në balle, ju nga va pakete here. Po sikur ta kishte pare, po sikur te mendonte se po e nga cmogja ne menire te paper shtachme. Mund të humbis ja punan, vendin tim të proves, gjitska per të cilen kishe punua, minutat kaluan si ore, me në fund, aplikacioni u rifreskua, mesazhi u anullua, në gjora frimet e le, zemra me rihte ford, mire, kriza u shmang, ndoshta agjuas nuk e pa apogjo. Duke shkundur me nxen, i ridërgova shpejt mesazhin flirtues eris, këte here duke kontroluar tre here kontaktin, për gjigja e sa gjerdi potuaj se menje here. Oh, gjaki embel, me mungon edhiti. Buzekesha, paniku uzbe pak. Por ndarsa paketoja veglat e unisa per në shtepi, një dishim kembengules mbeti në menjen time. Po sikur anullimi i dergimit temos kishte funksionuar, po sikur Katerina ta kishte leksuar tashme. E largova mendimin, duke u fokusuar të fungjava këpo vinte. Pak e dia se një gabim i vogel i gishtit do të ndryshon të jetën tajme të tjeshte. Atë mbremje u zvarit si qdo e premte tjeter pas një dite brutale në kantier. Kje limbi tirani po merte atë ngjire e portokallit e mjegult, dersa djelli perendon të pas malevi të agjrin di hegji rende, po të huaj se ngjitis nga mbedgjet e vapes seditis. Unë gjita me veshtire si shkalleve të apartamentit tim. Qizmet e mia të renda në shkalet ke kerqisnin, dhe hapa dëran me një pshretime, vendi kun dermonte i reushkimi të porositur të embetur dhe pluhuri. Ask gjegen një dush, i shpejte nuk mund të regulon të perkohisisht, hoka ke puqet, hoda kasken time në banak, dhe u drejtova me njëhere të frigoriferi. Një birre, iftohte do të kishte kene mirej. Por u kenaka me nje tas me supe të shpejte me pete, duke ngrohur në mikrovalen dersa shfletoja telefonin tim. Mesazhi i eres u shfaki pari. Po me ben të skukem, qfare po ben ke dergon gjerat e tilla. Buzekesha duke i kthir per gjigje shpejt. Vetem me mëngon, po sikur të shkoj me ne për kete fundjavi. Pikniko se diçka. Per gjigja e sa erdhi pëtuaj se mengjëhere. Dakord, në fakt sa po more disa snacki. Gjamati per 10 minuta. Perfekti, kjo me ngriti humorin në djeshem. E gjithë remulja me mesazhin per Katerinën dihaj si një makt i larget tani. I anulluar, i pare, i harruar. Ose keshtu i tashe vetes. E gel tita shpejt supen, mezi e në gjeja shijen.
mengjame endaj të fungjava kue po vinte. Pa alarme, pa miksera cimentoje, vetem unë dhe era duke u qlodhur si gjithmone. Isha ne gjisme te rruges duke shpelare, tasin kurzilja e deres ra, e më prejtje dhe kembengulese. Hir, tira, duke fshire duart me nxje peshkir kuzhine. Era duhette kishte ardhur me shpesht se zakonisht, hapa deren me nxje buzekeshgje, gati ta ter hikgja në nxje per kafim, por nuk ishte agjo. Atgje, në ndriten driterues të koridorit, kendron të Katerina Hoxha, shefgja ime, në pragun e deres sime. Ajo duke ndrishe jashte mjedisit të zires. Jo blazer kete here, vetem një kemishe e bardhe e hekurësur futur në pantalonat e zezat e ngushta, floket e saj të shkurter të krehur me kuqdes, dhe atësit e saj të mprehte shkelkenin me diçka ke nuk mund të kuptoja plotesisht. Argetim, nervozizem, stomaku mu shtrenganigje. Zonja Hoxha, Belbezova, zërim duke mu tërës i një adoleshenti. Qfare po beni ketu? Ajo anoj koken leta, nje buzekeshgje e vogel, i luante ne koshet e buzeve, e tipit ke nuk i tregonte kure ne takime. Mendoj se duhet te flasim pera te mesaj ke me dergove Marku. Bali per bali, fityra mun kse gjaku me rritte ne veshe. O Zot, ti e pe u per po ka ta anulogja. Betohem se ishte një gabim, kam njete dashur, ishte menduar per te. Me vjen shumë e kek, nuk i kishe kellim. Ajo ngritin gjedore, duke me ndërprere butesisht por me vendosmeri. Relaksohu, gjata, mund të hyj. Uter hoka anash impire, menja me punon të shpejt. Si e kishte marre, ajo adresën timi, registrat e burimeve njërezore, në doshta. Ajo hiri sikur ishte pronare e vendit, e sigurt panksitim, duke hedhur një veshtrim rret domes, si me të ngushtet të ndengjes me kuriozitet të lehte, divanin e konsumuar, grumbullin e postese paleksuar në tavolinën e kafese, tasin e zbrazete supes ke avullonte ende në banak. U ndjeva i ekspozuar, sikur me kishte kapur me të brendshme. Shikoni, zonjusha Hoxha, Katerina, vertet nuk e kisha kellim ta dergogja ate mesaj juve. Telefonim ben shaka de pungu tesha me raportin, që lutem mos mendoni se gjam donje qun i quditshëm ke i bej sirin shefes, as një here. Ajo u ulne buze të divanit tim, duke krikezuar kembet me regull. Marku, kete sohu. A dukem sikur gjam ketu për tete pushuar nga puna. Toni isaj ishte i kete pothuaj se nga shmues. Kam kene në kete industri mjaftu e shem gjate per të perbaluar gjera me te ke kija se nje mesaj flirtues i shkuar gabim. Punon gjesit inga terrojnë kontaktet gjate gjit he kohes, raporte shpenzimesh, ftesa per takime e keni parasish. Por sinkerisht, ka kaluar një kohe i gjate ke kur kam marre një mesaj kak poetik. Poetik? Blinkova, sikleti mu e këthje në konfuzion. Prit, nuk gjeni e zemeruar. Ajo ngriti supet, shprehgja e saj uzbut pak. E zemeruar? Gjo, e befasuar, pak, e laji ka tosur, ndoshta. Ajo ndaloj, si te i saj u fiksuan tek temite. Por kryesisht me beri te mendogje, e dini se si njërezit lideno se gjone kete logj pune. Tek gjithem bajne distance nga shefi, ndon gjehere eshte vetmuar. Këndrova ati duke unë gateruar me peshkirin e kuzines i pasigur se qfare të hoxha. Vetmuar. Katerina Hoxha zonja i hekurt e kodres selarte, duke pranuar diçka të tile. Para se te mund të përgjigjesha, zilja e deres raperseri, kete hereduhet te ishte era. Kjo eshte ndoshta e dashurajme, tashe shpejt, duke pare Katerinën. Ajo po vinte. Katerina tundi koken duke unë ngritur butesisht. Sigurisht, nuk do të ndërhyj, por ishte te përvone. Hapa deren te ati ishte era duke shkelker me njeke se plastike kë i varej në dore. Sneke si që ishte premtuar. Puze kesh gjaj sajus be në sekonden kë pa Katerinën pas me gje. Marku, kush eshte kjo? Hegje dashur kjo eshte i zonja Hoxha shef gjajme. Sa pondaloj për të diskutuar disa gjera pune. Katerina, kjo eshte era, i dashurajme. Moaqrin e domeju bej i rende, sikur dikush ta kishte rritur la geshtine. Era hajri, si te e saj leviznin mes nesh, me një buzekeshtje të detiruar në fityre.
O, përshëndetje, kena kesit ju takoj. Marku flet për punën gjatë e gjite kohes. Ajo e vendosi kesen poshte, por këndrimi i saj ishte i ngurte, sikur po përgatitej për diçka. Katerina zgjati dorën, maska e saj profesionale duke u rikthyer në vend. Kena kesi të ju takoj, era. Marku ishte një nga punonjësit tanë të rinj me të mire, i përkushtuar, i besueshëm, duhet të jesh krenare, era i shtrengoj dorën, por unë mund të shisha rotat kë lëviznin në kokën e saj. Po jam. Pra, gjerat e punës në njete premte mbrema duhet të jenë të rëndësishme. Katerina keshi leti pa humbur asnjë rrahje. Do të habitesit sa shpesh afatet, ndërtimit nuk respektoj në fund gjavat, por nuk do të gjumbaj gjuta di. Marku do të flasim me shumë të hennen, unë të ndëkoken me forse, absolutisht. Faleminderit për mire kuptimin. A gjo me hodi një veshtrim të fundit, të paleksueshëm por jo të pafavorshëm, të u drajtua për nga dera. Kena kuni me mbremzhen tuaj. Dhe pikërisht ashtu, a gjo u largua, hapate e saj duke gjehuar në koridor. Era u këthi nga une në sekonden kë dera u mbil me klik, me krahet krikezuar. Miri, qfare e drekin ishte kjo? Shef gjote shfaket në apartamentin ten pa paralajmërim në njete premte mbrema. I tërhoka në një përkafim duke u përpjekur të sile shaj këte. I dashur nuk eshte asgje. Dërgova një raport të personi i gabuar me. Bare, kisha nga teruar kontaktet, a gjo t'jesh donte të eskaronte. Asgje e madhe, a gjo u tërhok, duke me kërkuar në fytyre. Një raport, prandaj të shihte ashtu, të prandaj gje i gjithi i hutuar. Nuk gjam i hutuar gëngjeva faketen dhe të ngrota. Hajde të hame, kesjele snake apo jo, u ulem duke nek gjerre gjerat nga kesha, patatina, pije, disa sanduisi nga dikani i ushkimeve. Por atmosfera ishte e çuditshme. Era gerjente ushkimin e saj, duke hedhur site nga dera që do disa minuta sikur Katerina mund të kthehej. Ajo duket intensivi, sa vjeç ishte ajo në fan të fundit. Nga fundi i të 30-tave, mendoj, po diçka e tille, murmurova, duke shmangur site e saj. Ajo ishte thjesht shefja ime, era, asgjë më shumë. Ajo të ndikoken. Por unë e kuptova se nuk ishte e bindur. U përpokem të shpetonim më mbrëmgjen ndezem një film. U përkafuam në divan. Por tensioni këndronte ati, i pateni. Sa herë që keshja me një skene, ndihej e detyrua, dhe tele në mendjen tim, fjallet e Katerines Jehonin. Ndon gjëherë eshte vetë muar. Pse e kishte të ne ajo kete, dhe pse me kishte mbetur në mendje. Ndërsa titrat rotulloheshin, era mbeshtet i kokën në shpatullën tim. Premtoj kë nuk pondud asgjë. Premtoj tashe duke e putër në balle, por edhe ndërsa e mbagja, një fare e vogël dishimi ishte mgjelle. Jo për e ren, por për atë kë mesazhi i gabuar sa po kishte çliruar. Nata u zgjat dhe gjumi nuk me zuri leta. Pak e digjas se kjo ishte vetem fillimi i shperbergjes. Sikletin e dome nuk u zbeh pasi Katerina u largua. Era këndroj prane deres per një sekonde, dora e saj ende ne doreze, para se tek të haj nga une me ate veshtrim, ate ke thoshte se nuk po e besonte plotësisht shpjegimin tim. Por ajo nuk e shtyume tegja të here. Në vend tek e saj, ajo detyrojnë që buzej kesh që demori kesën me snake, e po kjo ishte e papritur. Lete hame para se gjithë shka të ftohet. Ish përnda me ushkimet në tavolinën tim të kafe se kële kundej. Feta picende të ngrota nga kutia, një kese patatina dhe disa pijeke, a gjo kishte marre rrugës. Andes gja televizorin për zurme në sfond, ndon gje episod të vjeter sitcom i pamend, duke shpresuar se do të ulte tensionin. Era u ulkembekrik në dishem, duke u mbeshtetur pas divanit nërse ju ne u ula prane saj. Si ishte dita gjote, pieta, duke u përpjekur ti në këtegja në normalitet. Ajo ngriti supet, duke gerjer një salam. E zene, një zonë që u grind me mua për 10 minuta për një kupon kë kishte skaduar vitin e kaluar. Ti, si te e sa gjuhodhen nga dera perseri sikur priste ke Katerina te hinte me vrull. Nesoj si gjithmone,
Ishte vape e të mërshme gjashte, por e hodem themelin. Mora një kafshate të madhe, duke përtipur ngadale për të fituar kohë. Heshtja u zgjat e tjerë vetëm nga e keshura e regjistruar e televizorit. Me në fund, era e vendosi feten e saq poshte dhe me shikoj drejt nesi. Marku seriozisht, çfarë po bente a gjoketu? Shefja gjote nuk shfaket, thjesht në shtëpite, e punon gjesve për gjera pune në njete. Empremte mbrema, psheretiva duke lënë edhe unë ushkimin mengjane, të thashe kë ishte për një mesazh. Aksidentalisht i dërgova asaj diçka kë ishte për ty. Atë flirtuesin e me parshem, telefonin beri shakade unë shtipa kontaktin e gabuar. Ajo erdi per, nuk e di per të skaruar gjerat, per të siguruar ke nuk ishte me kellim, si të ERS u zgjeruan. Ti i a dergove asaj gjate, ate per të putur gjiten aten. Ajo keshi, por ishte nje keshje emprehte, jo e argëtuar. O zot, kjo është vdekje prures. Por pse të vje ke tu, nuk mund të kishte tjesht këtir mesazho se te pristi deri të henen. Mendoj se ajo donte të trajtonte personalisht. Ajo nuk ishte tipike i legjerat të kalojne. Zgjata dorën për të sagjen, duke i shtrenguar. Por kam baruar, as gje nuk ndodhi, le temos e leme të në prishe mbrëmgjen. Ajo të ndikoken, por unë e mund të shihgje rotat këleviznin. Gerjem ushkimin e depak, bisede qalonte ajo friste për një klient ke sharak, unë tregovan një shaka budala ke nga ekipi. Por nën të gjita, ajrin di hej i ngarkuar, si statik para një stuhje. Te pastaj, pikerisht kur mendova se mund ta shpetonim mbrëmgjen, telefoni më zhurmojnë e tavoline, hod hanjesi. Emri i Katerines shkel kjo në ekran, era e pa ede ajo. Kush është kjo? Pjeti ajo, zeri i saj i zakonshem, por si te i saj unë ngushtuan. Thjesht pune, murmurova duke e heshtur pa e kontroluar. Por kurioziteti me mori pak me vone, e morate me pretekstin për të marrë një pjetëter. Mesazhi leksonte, nuk e kisha kelim të ndërprisja mbrëmgjen tuaj. Gëzohem ke keni dike ke gjuben të buzekesh një keshtu, shihemi të henen. I teshte profesional, por diçka të ai, menyrasi e kishte shprehur. Me mbeti në mendje, era me kapiduke e leksuar. Ishte ajo, po tjesht po thoshte nejten e mire në telb. I tregova ekranin për të provuar. Ajo e leksoj, shprehja e saj u zbut pak, por gjo plotesisht. Ajo eshte intensive, apo gjo, e bukur për një shefe. Toni i eres ishte i lehte, por une dhe gjova teksin. Ajo ishte thjesht shefgja ime, era, hajde. Ila me atë pas duke përfunduar filmin në ketesi relative. Por ndersa u përkafuam në divan, koka e saj në gjoksin tim me njame endej. Katerina ke shfakkeja ashtu, ishte e cuditshme sigurisht, por fjalet e saj se ndon gjehere ndihej vetmuar gjehonin. Nuk e kisha menduar kurre ate ne ate menyre. Në pune, ajo ishte e patieshme, duke dhe në urdhra dhe duke i mbajtur të gjitën e rrugej në duhur. Por sonte kishte pasur një sargjën e ate armature, një veshtrim të diçka gjengjerezore, të prekshme. Me ngjesin tjetër, të shtunen, era dhe une u përpokem talinim pas. Morem kafe në vendin tonë të zakonshem në Kender, një kafene e vogël me tavolina gjashte ke shihnin rrugët e zurmëshme. Ajo duke i serish vetvetja i gjale, duke biseduar për një resete të rekedonte të provonte, por në gjisme të rrugëse lateve tona ajo ndalue. Hej, për mbrëmgjen e kaluar, nuk gjam e zemeduar apo diçka tjetër, por nëse ajo të dergon ndon gjehere mesazh gjashte. Ora rritë punës për seri me trego, dakord? Të besoj, por shefet e tilla nuk e di. Po do të bej, premtova duke i putur në fek. I kaluam ditën duke shetitur në park si që ishte planifikuar, duke u shkir rosat, duke u shtrire në bar, koka i saj në prehrin tim ndërsa unë luagja me floket e saj. Ndihej normale, mire, por ai dishim kem bengules këndronte, pse kishte ardhur Katerina, dhe pse komenti i saj për vetmine me goditi kak fort. E hena erdi shumë e shpesht. Vrapova në këntjer, menja i me duke riprodhuar funjaven.
Ekipi ishte tashme në lëvizje kur arrita. Kamionet shkarkonin materiale, gjem të bertisnin përshëndetje të ati ishte Katerina me blok shenimesh në dore, duke drejtuar trafikun si gjithmone. Ajo me padet tundi koken, gjata mire mengjes, ai skicimi i temelit të rishikuar duke i forte, pune e mire. Toni i saj ishte krejt profesional, por kishte një ngrotesi në syte e saj kë nuk kishte kene ati me pare, e holle si kur kishte leshuar një mbrojtje vetëm per mua. Faleminderit, murmurova, duke lëvizur peshën time. Per të premten, ajo e shmangu, u gjenen ure, por nëse ndonjë here ke nevojë per keshilla, per raporte ose ndonjë gjë tjetër, dera ime është e hapur. Ajo buzekeshi e vogel e vertete dhe u largua per t'i dene urdra operatorit të vinsit. I pashe të largohej me blok shenimesh në dore, duke dreshtuar ekipin me autoritet të lehte. Kush ishte ajo vertit? Një grua ke kishte ngjitur shkallet në një fushë të dominuar nga burat. Ndoshta duke sakrifikuar jetën personale gjatë rrugës. Fjalet e saj nga e premçajehonin. Ndonjë here ishte vetmuar, per here ti pareu pjeta per jetën e saj gjashte planive. A shkonte ajo neshte pine një apartamente zbrase, me darkane mikrovale dhe televizor dhe rivone në aten. Mendimi me shtrëngoj, një per zjergje empati dhe diçka gje me të tele, diçka gje ke nuk isha gatita e mertogja, ki model vazhdoj gjate gjithe gjaves. Ajo bente pjetë e vogla gjate turneve. Po e menakshon mire atë hekurin e armatures. Ose ndonjë plan pas pune, asgje flirtuese tesht një rezore. Desh do here në gjegja një tërhekgje, një kuriozitet per te. Kush ishte Katerina Hoxha gjashtë kaske se sigurise? Pse duke I kake izoluar? Era vurire shper kendrimin tim kur flisnim në ten. Dukesh I cudit shem, gjera pune. Po, thjeshte I zene. Nuk permenda bisedat e Katerines. Çfarë kishte për të tene, por fajime gerriente, të enjten, era sugjeroj të takoheshim për dreke prane kantierit. Me mungon gjatë ditës, shkroj ajo, u takuam të një kioske ushkimi. Tako dhe pigje në një stol, ajo ishte e gjitha buzekeshgje, por në mes të bisedes pjeti, po shefja jote, ka tene diçka per atë mesazh. Jo, gjithçka në regull, nuk ishte gengjeshter, por ndihejsi e tille, era u afrua, dora e saj në gjurin tim. Mire, sepse po mendojja ndoshta mund të planifikonim një udhetim se shpeshti, vetem në larg dramave të punes, tingelon perfekte, e kisha seriosisht, por ndërsa ajo u larga duke me përshëndetur. Pashe Katerinen per bale rruges, duke marre kafe nga e njajta kioske, si të tane u takuan, ajo në ngriti filksanin e saj në nje dollit e heshtur dhe u këtje në zire. Zemra me kerseu, gjonga frika, por nga diçka tjetër, simpati tërhekgje, e shtiva poshte. Ate në te vetem në apartamentin tim, shikogja telefonin tim, mesazhi eres per në ten, e mire erdi, plot zemra. Une ju pergjigja një soj, por fjalet e Katerines nga e premtja jehonin me fort. Ndonjë here ishte vetmuar, per here të pare, u pjeta nese ajo kishte të drejte, dhe nese edhe une, po filogja të njegja ate. Lingjat po mjegulloheshin dhe une, nuk kisha ide si ti ridizenoja ato. Fun gjava u këtine një mjegul pas asaj darket e sikleqme, era kendroj të premten mbrema. Duke u strukur prane me gje, në divan ndersa mbaronim filmin në heshqe. Por afeksioni I lehte ke kishim ndare gjithmone ndihegj I tendosur si nje e tel kitare I terhekur shumë e fort. Ajo nuk tha shumë në film, thjesht vizaton të modele në krahun të më gishtin e saj. Por unë mund të ngjegja pjeqet ke ziente në si perfaki. Me në fund, ndersa lanim dhembet kraper krane banjën tim të vogel, ajo me shikoj në si në paskire. Marku, G.I. sinkete me mua. Apo ndot diçka me ti dhe shefe entende, pse e di ajo vertet ketu, peshtiva pastene dhe mbevi, duke u shpelare shpejt, era betohem asgje, ishte thjesht nga tërrimi I mesazhit. Ajo donte të sigurohesh që nuk ishte ndonjë çështje e burimeve nxjerrëzore apo çfarëdo. Kak, e tarhoka në nxje për kafim. Koka e saj duke u përshtatur nën mjekren time si gjithmone.
Ti e ajo ke dua, e di kete, ajo tundi koken kunder gjoksit tim, por krahet e saj nuk mu mbeshtolen ak forca zakonisht. Mire te besoj, shte thjesht e çuditshme, ajo ke shfaket ashtu, dhe mënyra si ta shikonte. Unë gjitem në shtrat qarqafet të ftohte kunder lekure sonen e apartamentin imbitur. Ajo ranek gjume e para, frime margja i saj e këndrueshme, por unë e këndrova ati duke pare ventilatorin e tavanit ke rotulohej me plogeshti si pernesh. Fjalet ndarese te Katerines, jehonin në koken time, donje here ishte vetmuar. Pse e kishte ndare ajo kete, dhe pse me beri të shihja ndrajshe, gjo si shefen e parritshme, por si një person me lufterat e saj teketa. Te shtunen në mengjes u zgjome eren e kafese ke poziente, puna e eres. Ajo po perpikej, mund të kuptoja, duke këtje petulla në tiganin tim të paper shtatqem me një buzekesh të vendosur. Lë të bejshme sot një dite argetueze, ta ajo, duke i vendosur në pjate me shurup, pa biseda pune. Beme me të miren. Shkuam me makine në parkun, e mad të Tiranes, morem bicikleta me kira dhe pedaluam rreth likenit, duke keshur ndërsa ajo lekunde i në këtesa. Per një kohe, unë gje si në përseri. Të rinj, të lejri, floket i saj duke u valevitur në eri. Për gjatë e drekës në një tavoline pikniku, ajo e ngriti përseri. A të dergon ajo mesazhe shpesh, shefja gjote, dua të them, vetëm per puna, tashe gje kë ishte e vertete. Por edhe ndjarsa i tosha, në gjeva një dhimbje fagji. Katerina nuk kishte derguar mesazh ke nga e premqa, por prania i saj kendronte në mendimet e mia. Era duke i kena kur, duke u afruar per një putje, por unë mund të ngjegja pasigurinë kezjente. Atenate, per serin e vendin tim, beme dashuri. Nga daleket e suese, sikur po i provonim diçkën gjeri qetrit. Me pasagjo pe shperiti, te dua, Marku, mos e harrokete, e mbashta afer, duke ia pe shperitur per seri, por gjumi me shmangu per seri. Imagjet e buzekeshjes se rëlle te Katerines shkelkjen, te paftuara, profesionale e me gjithate disiftuese. E hena erti, si njetën malrash. Vrapova në kantier, ajri i fresketi malit bente pak per te me ktjeluar koken. Ekipi ishte tashme duke u përgatitur, që ki qetë gjehonin dhe kamionet gumegjinin. Katerina ishte atisik gjithmone me kasken e sejsh dhe blokun e shenimeve, duke drejshtuar dergjen per një plaketere. Ajo me pade me beri me dore. Gjata, mire mengjes. A i skicimi i temelit të rishikuar duka i fortej, puna e mire. Toni i saj ishte krajt profesional, por kishte një ngrotesi në syte i saj kë nuk kishte kënej ati me pare, i hole, sikur kishte leshuar një mbrojtje vetem per mua. Faleminderit, murmurova, duke levizur peshen time, per te premten. Ajo e shmangu, u gje në nure, por nëse ndonjë here ke nevoje per keshila per raporte o si ndonjë gje qeter, deraj me eshta e hapur. Ajo buzekeshi, ajo buzekeshqe e vogele vertete dhe u largua per t'i dene urdhra operatorit Tevinsit. I pashete largohej, me blok shenimes në dore, duke drejtuar ekipin me autoritet të lehta. Kush ishte ajo vertet? Një grua kjo e kishte ngjitur shkalet në një fushete dominuar nga burrat, ndoshta duke sakrifikuar jetën personale gjatë rrugës. Fjalet e saj nga e premqe gjehonin. Ndon gjehere ishte i vetmuar. Per heret e pare u pjeta per gjetën e saj gjashte planeve. A shkonte ajo në shtëpi në një apartament të zbrazet, me darkane mikrovale dhe televizor dhe rivone natën. Mendimi me shtrengoj, një përzjergje empati dhe diçka gjeme të tele, diçka që kjo nuk isha gati ta emertoja. Era ndërkohe po perpike shume ti mbante gjerat normale, ajo djergonte mesazhe gjate gjithë dites. Po të mendoj, ose mezi presdarken sonte, por dishimi këndronte në zerin e sa që gjate telefonatave tona, në menyren si pjeste. Si ishte puna, e ke pare shpesh shefen, une e ke te soja, thjesht si zakonisht, por fagji unë dertua si presion në një tup të demtuar. Takoheshim po të ajrë se qdo mbremgje, një film këtu ushkim me porosiatje.
ajo ishte afektive, duke u kapur pak me fort, duke keshur pak me zeshem me shakate e mia, por sita e saj du të leviznin drejt telefonit, tim sa here kë zhurmonte, dhe une du të kapgja duke hedhur si tenga dira sikur priste një nder prergje. Një e natë ndersa shtriheshim në shtrat, ajo u rotulua dhe peshperiti. Premtoj kë du te me tregoshne se ndryshon diçka. Nuk dua të te humbas për çfarë do kofte kjo. Premtojsh të shej duke e të rekura fer. Por edhe ndersa e mbazha, mendja i mendesh të forka e kete e Katerines, ftesat e sash delikate per tu lidur në një nivel kë era dhe une nuk e kishim arritur ende. Dashuria e eres ishte e gjale, plot spontanitet, takimet e pa planifikuara në park, selfie ke sharake, ishte leta e njohurë. Por Katerina ajo perfekesonte të lesi, këndreshmeri në gjep pjekuri kë me berita pjesja nëse isha gati për me shume se piknikete fundjaves. Apo e kalogja të shtesin e tone, apo isha theshti hutuar, duke legjuar në gabim të e vogel të frihej në diçka me të madhe, të djelen në mbremgje pesha e të gjithave me shtipi, era kishte shkuar në shtepi heret, duke përmendur në dimgje koke. Por une e digja se ajo kishte nevojë për hapesire, ula vetem në balkonin tim, dritat e kytetit shkelkenin poshtesin gjedet ygjeshtaj larget, Tirana shtrihej ndër të sati lartë shponin muzgun, makinat e ndeshin në per rrugë, ajri ishte me i fresket tani, një flat vjeshte kë priste mbetjet e veres. Telefonim gjurmoj dihere potuaj se një kohesisht, se pari Katerina. Ndon gjehere njenga të resena dhe tyron të shohim vetën, faleminderit për mbremgjen e papritur, ishte quditerisht e kendshme. E tjeshte pa emoji, tjesht stili i saj i drejt per drejte. Pastaj era, tjesht duat e mbashmend, pavaresisht se kush shfaket, une duat e, gjem me ti per një kohe të gjate. Shikogja ekranin, di mesazhet krah per krah, si zgjedje nëngje me nuk e kisha porositur. Era ere e gjalle. Dashuria e saj, si njesh këndigje këndrison të ditet e mia, por ndon gjehere dridhej në ere. Ajo ishte e keshura mbi patatet e skukura, per kafimet spontane, vajza kë e kishte bereje të intime të thjeshte të ndihejje plote, por pasigurite e saj të perforkuara nga këgjo remugje. Bene ke gjithçka të ndihejji brishta, sikur një fjale e gabuar mund të tjente. Katerina nga ana qeter ishte e këndrueshme. Një grua kë kishte ndërtuar mure, por i kishte hapur ato aksa une të mund të higjenje veshtrim brenda. Ajo ishte biseda të keta për gjeten, mire kuptimi pathena. Logji i telsise kë vinte nga vitet të tere duke navigar vetem. Gjo një aventure, gjo një fantazi, por një paskire kë me tregon të peset e vetestim kë nuk i kisha eksploruar. Ambicia, senweshmeria, guksimi per të lidur per taj si per fakes. Nuk ju per gjigja as njeres mëngjehere, në vend të kesaj u mbeshte ta pas parmakut, metali i ftote per mes kemishe sime, dhe e lashe zurmene kitetit të me mbesh gjele. Borite kë binin të keshurate largeta nga njebar poshte. Ai mesazhi gabuar nuk ishte thjesht një aksident me, ishte një katalizator duke me detiruar të përbalesha me nxëngjat ke kisha varrosur në rutine. Dashuria nuk ishte bardhë e zi, kuptova, nuk ishte zgjedhja midis pasionit tëri dhe lidhja se pjekur, ishte rreth të keniti sinkërte me to me vetën time, era meriton të dike plotesisht të pranishëm, jo të ndare. Katerina e po, ndoshta ajo meriton të dike kë e shite me shume se një shef, pora isha une ai gjale. Nërsa kjeli u erresua, i gjet kë shfakeshin permes shkelkimit urban. Futa telefonin në shep. Asnjë vendim sonte, por nëse du të duhej ta përballogja, të flisja me eren, të skaroja gjerat njëhere e përgjithmone. Dhe Katerina ndoshta të vendusha kufij, ose ndoshta të eksploroja çfarë do të thoshte ajo dere i hapur. Mesazhi i gabuar me kishte mesuar diçka të telle. Emocionet nuk ndjekin skenare, dhe rrigjavjen nga momentet me të remujshme. Çfarë do këtë zgjidhja, do të bëjja me si të hapur. Jo nga frika, por nga e vërteta, për herët e pare unë gjeva gati të bëjja një hap për para, edhe nëse rruga për para ishte e pasigurt.
Emrim jeshte Marku gjata de gjam, 26 vjes, që ke punuar si